Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking, do t'jemi bashkë për orët në vijim, për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë menjëherë në ambientet përpara parlamentit. Siç shihet, protestuesit, ashtu siç kishin paralajmëruar, do të ishin edhe sot përpara parlamentit për të pritur deputetët përpara se të nisë seanca plenare, një seancë e parashikuar për të nisur në orën 10. Geriola Hate është me mua në këto momente për të na dhënë detaje. Geriola, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Fjori, deputetët kanë bërritur në kuvent goxha orë para fillimit të seancës plenare, kjo për të shmangur një përballje me protestuesit të cilët përgjatë të gjitha seancave të fundit plenare i bën prit ligjvënësve me vezë dhe me miell për të shprehur kështu pakënaqësitë e tyre dhe për të treguar se nuk ndihen të përfaqësuar nga deputetët që sot janë ulur në kuvendin e Shqipërisë. Megjithatë, duhet thënë se sot ka një perimetër më të zgjeruar sigurie dhe protestuesit e kanë thuajse të pamundur që të mbërinë në dyert kryesore hyrëse të parlamentit. Ka një prezencë të shtuar të efektive të policisë, autobot, ambulanca, pra duke se janë marrë të gjitha masat e sigurisë për të devijuar ecurinë e protestuesve për të mos i lejuar ata që të kenë një konfrontim me deputetët e kuvendit të Shqipërisë. Ne presim që brenda pak minutave të fillojë seanca plenare, e cila ka në rend të ditës vetëm një pikë, e cila ka të bëjë me antarët zëvendësues në disa komisione të përhershme parlamentare. Megjithatë, sipas burimeve, pritet që të mos jetë vetëm kjo çështja kryesore që do të shqyrtohet gjatë ditës së sotme, por në tryezat e diskutimeve dhe të punës së ligjvënësve pritet jetë edhe marrëveshja e UAS në fushën e sigurisë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për këtë çështje parashikohet parimisht që të ketë një tjetër seancë plenare sot në orën 15, ku do të shqyrtohet pikërisht dhe votohet kjo marrëveshje. Parashikohet që në seancën që fillon në orën 10, kryetari i kuvendit Niko Peleshi të njoftoi se ditën e premten, datën 24 korrik, ka mbërritur kjo projekt marrëveshje nga ana e Këshillit të Ministrave, e cila do të duhet të kalojë me procedurë të përshpejtuar. Më pas komisioni i përgjegjës të mblidhet përgjatë këtyre orëve dhe në orën 15 të votohet kjo çështje në seancë plenare. Në ndërkohë, përpara fillimit të punimeve parlamentare, kryeministri Edi Rama u stacionua në selinë e Partisë Socialiste, ku pati një mbledhje me drejtuesit politik të qarqeve me në fokusin kryesor reformën administrative territoriale. Për këtë çështje nuk ka pasur asnjë produkt të qëndësishëm. Komisioni i posaçëm i reformës territoriale, afati të cilit skadoi në datën 15 korrik, megjithatë, secila nga palët politike ka përgatitur raportet e tyre, të cilat nuk kanë arritur ende të prezantohen në seancat plenare, por pavarësisht nëse prezantohen apo jo, ato nuk mund të votohen pasi nuk janë një produkt i komisionit të posaçëm të reformës territoriale. Kësaj parashikohet që në muajin shtator, secila prej palëve politike të shfrytëzojë hapësirën ligjore përmes së cilës një grup deputetësh të mund të depozitojnë si nisma ligjore propozimet e tyre për hartën e re administrative territoriale, e cila është hasur me pakënaqësi edhe nga protestuesit në bulevardin Dëshmorit të Kombit një ditë më parë. Të falenderoj Geriol, do të kemi edhe lidhje të tjera, sapo përpara se të nisë seanca, duhen edhe pak minuta, ndërkohë do të jem në një lidhje direkte në këto momente me kolegen Sagita Kumria, e cila ndodhet pranë protestuesve. Po shohim një marshim të protestuesve është dita e 58 e protestës, apo jo, Sagit? Po, edhe në fakt ditë 58 Fjori, le të themi, kanë bërë shumë lëvizje, pasi ka nisur qysh herët kjo protestë në orën 8 të mëngjesit në sheshin Skënderbej, më pas u grumbulluan aty ku në fakt u grumbulluan dhe tenten e kaluar, pra në seancën e kaluar plenare, por le të themi që ka pasur një devijim të këtij stacionimi. Është bërë thirrje që të shkohet pikërisht pra nga hyrja për në parlament nga ana e Kalas, së Toptanit pra nga ana e pedonales, por aty kanë bërë prit le themi edhe efektivët e policisë që përveç kordonit të vendosur, sepse janë disa pika në për rreth e rrotull pra kuvendit të cilët janë vendosur pra efektivët e policisë, por le të themi që ishin vendosur edhe efektiv lëvizës, pra që po i ndjekin edhe protestuesit. Shihet në fakt nga pamjet e drejt për drejta në çdo hap që ata bëjnë edhe marshimin që
si për situatën e sotme, na ka gjetur plemërimi ishte bërë orën 8 minuta në parlament në kuadër kjo edhe të seancës scenare ashtu siç edhe pritet, por le të themi që është devijuar. Ndoshta pikërisht qytetarët kanë dashur të zëjnë befasi mbase efektivët pikërisht për të gjetur hyrje të ndryshme në drejtim të kuvendit atirur edhe protesta, por le të themi që forcat e policisë këtë herë kanë qenë edhe më të shumta se ato të së njëjtës së kaluar, janë të vendosur në pika strategjike, në pika kryesore rreth rrotullt kuvendit, po ashtu efektivët po i ndjekin protestuesit nga pas. E nga ana tjetër, në fakt, perimetri i sigurisë është zgjeruar edhe më shumë, ndryshe nga herën e kaluar, që le të themi tashmë nuk as hapësira për të kaluar në drejtim të kalasat Toptanit nuk është më e lejuar, le të themi tashmë është më afër qendrës tregtare edhe perimetri i sigurisë, po ashtu edhe gardi metalik. Do shohim se çfarë do të na rezervojnë protestuesit, që në fakt pikërisht parathira iniciale ishte për parlamentin në kuadër në fakt të mosbesimit të theksuar që kanë shprehur përgjatë këtyre 2 muajve në drejtim të deputetëve dhe në drejtim të këtij institucioni, duke bërë thirrje her pas here në fakt që deputetët pikërisht pra nuk i përfaqësojnë në këto 36 vite me punën e bërë pra në 36 vite demokraci. Ende marshimi në fakt vijon, mendohej që duke qenë se hyrja e pedonales pra që të çonte në drejtim të hyrjes kryesore, pra rruga e Xhamisë në drejtim të hyrjes kryesore të parlamentit sërish ishte zënë nga ana efektive, le të themi që tani kanë marrë një krah të kundër që ndoshta janë duke menduar që mund të gjejnë. Por shohim që në këto momente sapo kanë bërritur në oborin e parlamentit dhe po i afrojnë hyrjes grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Pra kanë bërritur edhe deputetët e Partisë Demokratike. Po, në fakt në këto seanca të fundit le të themi janë grupit parlamentar. Po. Janë 3 seanca plenare tashmë që Partia Demokratike nuk le të themi që në të gjitha këto punime pra të seancave plenare sërish kanë ngritur si shqetësim kryesor pikërisht futje në diskutim të këtyre kërkesave nga ana e protestuesve, le të themi pra që betejën opozitare, Partia Demokratike nuk e kanë dalur edhe në sallën plenare, edhe në sallën e kuvendit. Pritet në fakt që të ndodhë e njëjta gjë ditën e sotme, nëse kjo do të jetë seanca e fundit është thirrur në fakt edhe për në orën 15 nëse do të mbahet pra sërish ditën e sotme, do të shohim nëse do të ketë një grumbullim prap nga ana e protestuesve, pasi edhe më herët, edhe të njëjtën e kaluar, protestuesit kanë vendosur të qëndrojnë për orë të tëra në ambientet e jashtme të parlamentit, që mendohet të bëhet dhe sot, dhe sikundër në fakt nuk ka munguar as grumbullimi në orën 19 të pasditet të së njëjtës ditë, pra sa herë që ka pasur protesta përpara parlamentit gjatë seancave plenare, pra është bërë sërish edhe protesta e pasdites që pritet dhe e këtë herë. Ne vijojmë dhe shohim marshimin e protestuesve. Po, mendoj si destinacion final të jetë pikërisht parlamenti, por ndoshta të gjithë këtë e bëjmë pikërisht për të zënë në befasi në një farë forme, për të gjetur disa pika strategjike në mënyrë që të ndërhyjnë, kanë qenë të pajisur në fakt edhe ditën e sotme me vezë, me disa fruta dhe perime të tjera, le të themi, që i kanë gjuajtur shpeshherë edhe në drejtim të deputetëve. Një grupim i protestuesve dhe i konsiderueshëm i tyre tashmë është pajisur edhe me maska kundër gaz, si rrjedhoi kjo në fakt edhe të përdorimit nga ana e efektivëve të gazit lotësielës herën e fundit, ka pasur shkëmbim fizik në fakt, si kundër edhe ujë me presion për shpërndar turmën apo ujë me piper, që në fakt të çojnë në një bilanc të tillë që 6 efektiv u plagosën, 12 u arrestuan dhe u shoqëruan pra nga ana e protestuesve, 17 protestues pra u lënduan edhe u shoqëruan me anë të ambulancës në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, por në momentin që flasim, në fakt, nga ana e policisë të shtetit, të gjithë janë liruar, pra 12 arrestuar, 12 shoqëruarit janë liruar dhe asnjë nuk gjendet pra në ambientet e paraburgimit. Sërish është bërë prisë, si shohim edhe nga pamjet e drejtpërtrejta nga ana e efektivëve të policisë së shtetit, ndërkohë që në fakt kur është bërë thirrja për të devijuar këtë marshim apo stacionim, le të themi, tek parlamenti, ka pasur 2 zëra të ndryshme ose 2 rryma, le të themi, sepse nuk e kanë pritur këtë, po me sa duket, pas ka qenë vërtet një vendim i momentit të fundit. Dhe ndoshta është bërë vërtet për
për të gjetur hapësira për të ndërhyrë nga ana e protestuesve. Pasi lajmërimi ka qenë pikërisht për te parlamenti, le të themi është vënë re një konfuzim nga ana e protestuesve pse erdhi kjo thirrje. Një pjesë e tyre në fakt vendosi të qëndrojë tek parlamenti, mbase nga momenti në moment është shkëputur dhe është bashkuar turmës, por në fillim është lexuar tek ta, sekondër dhe është dëgjuar në fakt një lloj konfuziteti. Faleminderit Sakit, protesta më e gjatë që po vrapojnë në këto momente. Nuk e di nëse ndodhesh pranë tyre, sepse janë të pozicionuar në disa rrugë. Jemi me pamje direkte të mundësuara nga operatori ynë në këto momente. Të kaloj një pjesë, Po. nuk lejojnë të kaloj një pjesë të rrugës disa qytetarë dhe protestues Fiori, edhe siç edhe shihet në fakt me maska dhe me mburoja pra në duar është formuar edhe një kordon policor tashmë, por nuk lejojnë qytetarët të kalojnë, pra të kalojnë nga ana tjetër e rrugës, në drejtim pra të rrugës e Elbasanit, nuk lejohen. Dhe kjo ka bërë dhe që të ngrihen tonet. Në fakt është i pranishëm edhe aktivisti Dritan Goxha, një zë le të themi shumë aktiv për gjatë gjithë këtyre 2 muajve dhe prisi në fakti shumë marshimeve apo deklaratave që le të themi kanë qenë pikë kyçe e gjithë këtij rrugtimi 2 mujor tashmë. Faleminderit Sakit, të lutem kërko linjën sapo të ketë diçka të re, ne jemi me pamje direkte në këto momente, janë zhvendosur në disa pika protestuesit, kanë bërritur në orët e para të mëngjesit, ashtu siç ishte paralajmëruar në ambientet përpara parlamentit, por sot perimetri i sigurisë ka qenë edhe më i zgjeruar, masat e marra nga efektivët e policisë kanë qenë edhe më strikte. Mund të themi që është blinduar parlamenti, duke zgjeruar në këtë mënyrë perimetrin e sigurisë. Pak minuta më parë kanë bërritur në parlament edhe deputeti i Partisë Mundësia, zoti Agron Shehaj. Kujtojmë se pati incidente me punonjësit e gardës në seancën e shkuar, pasi nuk është lejuar të hyjë në ambientet e parlamentit në seancën e javës së shkuar. Sot është paraqitur zoti Agron Shehaj, pak më parë kemi parë të mbërrin edhe deputetet e Partisë Demokratike, kryesuar nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazment Bardhi, ndërkohë që sot pritet që të zhvillohen 2 seanca. Ende nuk është e qartë se çfarë është vendosur, por burimet thonë që mund të zhvillohet edhe një seancë tjetër në orën 15 të ditës së sotme. Ne jemi me pamje direkte, është dita e 58 e protestës. Shohim protestues që marshojnë në mënyrë të shpenguar, me sa duket nuk ka një itinerar të qartë, nuk ka një skenar të mirëfillt, pasi çdo gjë duket për shkak edhe të masave të marra nga efektivët e policisë pa parashikueshme. Shqyrtohet sot mundësia për të zhvilluar 2 seanca plenare, pra një tjetër pritet që të zhvillohet në orën 15, sot është data 27 korrik, seancë plenare. Atëherë kam sërish Sagitën, me sa duket po përshkallëzohet dhe tensionet janë në rritje, duket se policia po shoqëron disa protestues, na e konfirmon Sagita në këto momente. Më dëgjon? Fiori, me sa duket kemi edhe Fiori, më dëgjoni? Po, të dëgjoj. Me sa duket kemi edhe të shoqëruarit e parë në fakt nga ana e policisë së shtetit, bëhet me dije që aktivisti Arben Kola është shoqëruar nga ana e policëve, teksa ka tentuar pikërisht pra të kalojë rrugën, të tentojë të çajë këtë kordon policor të vendosur, siç edhe përcollo më herët. Për momentin në fakt kanë tentuar, pra qytetarët kanë marshuar në drejtim të hyrjes kryesore të parlamentit, janë pritur sërish nga ana e efektive të policisë, ka vijuar, siç edhe po shihet në fakt dhe po fillon edhe disi situata e tensionuar tashmë, jo vetëm nga thirrjet, por edhe hedhja e sendeve nga ana e protestuesve në drejtim të efektivave të policisë së shtetit, dhe shohim fakt që tentojnë her pas here të gjejnë qoshe pikërisht për të futur në drejtim
nuk lejohen nga ana efektivave që siç e përmendëm dhe në kryetarës, këtë herë le të themi masat janë shtrënguar edhe më shumë, ka forca edhe më të shumta policie në numër. Por kanë arritur deri këtu pa protestuesit, janë në afërsi të xhamisë ku ndodhet në fakt edhe hyrja kryesore e parlamentit. Këtë herë deputetët kanë rezervuar le të themi që të gjejnë anë të tjera për të hyrë në parlament, ndërkohë që në fakt protestuesit që kanë ndodhur edhe më herët përgjatë këtij muaji që le të themi është quar pikërisht për protestat e vendosura përgjatë parlamentit, ka protestues nga shumica e anëve. është bërë një grumbull në fakt i një efektiv është policia, siç mund edhe të shohim nga pamjet, mendohet jetë lënduar dikush, por po shkojmë edhe më pranë për ta verifikuar. Jemi me pamje direkte në këto momente, pak minuta para nisjes së seancës plenare, qytetarët protestojnë. Fjori mendoj se nuk janë ndjerë mirë disa protestues. U pa në fakt pak minuta më parë që pati hedhje sendesh, mund të qenë ndoshta edhe gur, sepse ishin bërë një grumbull efektivësh dhe pra edhe për shkak të uniformave, pra pjesëtarët, le të themi, persona që ishin futur brenda këtij rrithi, le të themi ishin civil, pra që do të thotë që ishin protestues dhe nuk po ndjeheshin mirë, kishte ujë, le të themi, gjithandej ndoshta ka pasur një marrëmendje momentale, nuk e dim, po ka pasur hedhje sendesh pak më parë, kështu që pritet që situata, le të themi, të shkojë të përkojë, pra me situatën e tentes së kaluar ku janë hedhur sende, po ashtu vezi kundërse ka pasur shkëmbim fizik, siç theksuam edhe më herët. Është vendosur edhe një kordon policie, ndërkohë në një tjetër tashmë disa arreshtash, po. Vend ka debate. Sagitati ndodhesh pranë xhamisë, aty ku sapo është vendosur edhe kordoni policisë, ndërkohë që në një tjetër vend ne shohim debate. Ka tension. Ndoshta mund të jetë edhe për shkak të këtij devijimi të marshimit, po me që destinacion final sërish mbetet parlamenti, nuk i dihet ende. Për momentin ka marrë mikrofonin në dorë aktivisti Dritan Goxhaj, siç e thatë dhe ju, ne ndodhemi në zonën pranë hyrjes kryesore të parlamentit dhe kordoni në fakt i vendosur të herë është prej disa rreshtash, për le të themi që nuk ka vetëm një kordon policor, pra një rresht le të themi me efektiv për bërë njëri tjetrit, po tashmë shquhen 3 dhe 4 prej tyre, që do të thotë që masat janë shtuar edhe më shumë, ndërkohë që qytetarët shprehen ende të vendosur për mos i ndalur këto protesta deri në plotësimin përfundimtar të kërkesave tyre, me qendërzues kryesor në këtë rast pikërisht pra kërkesën për dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit Rama.